إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Të gjitha falëndrime dhe lavdërimet i takojnë Allahut të madhëruar. Atë e falëndrojmë dhe vetëm prej Tij ndihmë dhe falë kërkojmë. Kërkojmë prej Allahut të madhëruar që të na mbrojë nga sherri i nefseve tona dhe sherri i punëve të këqija. Këndë udhëzon Allahu, nuk ka kush ta devijojë. Dhe këndë devijon Allahu, nuk ka kush ta udhëzojë. Dëshmoj se Allahu është Zoti i vetëm që meriton të adhurohet dhe se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe i dërguar i Tij. Të nderuar vëllezër, javën e kaluar në hutbën e xumas folëm për jetesën e këndshme të njerëzve të mirë. Dhe cekam ajetin kuranor në surën Infitar dhe në surën Mutaffifin, se në këto dy sure është përmend, Allahu subhanahu wa taala e ka përmend këtë fakt, këtë realitet duke thënë innal abrara lafi na'im. Me të vërtetë të mirët, njerëzit e mirë, janë në një jetesë të këndshme. Dhe ne përmendëm në javën e kaluar se kush llogaritën ata të mirë, kush janë ata njerëzit e mirë dhe të devotshëm, si përjetohet kënaqësia dhe cila është kënaqësia e vërtetë. Sot do të flas për të njëjtin ajet duke vënduar theksin mbi atë se si manifestohet kjo mirësi, kjo jetë e këndshme të besimtarët. Çish manifestohet? Si shfaqet? Pika e parë për me pas një jetë të këndshme, njerëzit mendojnë dhe kanë mendime të ndryshme rreth kësaj. Dikush mundet me fantazu gjëra të cilat ndoshta nuk kanë fare të bëjnë me jetën e këndshme, me jetën e begatë. Dikush mendon fokusohet vetëm në aspektin material. Dikush mendon se vetëm pasuri me pas, dikush mendon se vetëm me pas kënaqësi të ndryshme, gjënaje të caktuara. Mirë po, jeta e këndshme, jeta e begatë në jetën e kësaj bote i ka do me thonë manifestohet nëpërmjet disa formave të veta, të cilat janë e vërteta, e pa kontestueshme, e pa mohueshme, do me thonë e asaj se çka mund të llogaritet jetë e begatshme dhe jetë, do me thonë, e mirë. Pika e parë është për me pas dikush një jetë e lumtur, një jetë e begatë, është njohja e Allahut subhanahu wa taala. Nuk mund të krahasohet jeta e një njeri që e beson Allahun dhe një njeri që nuk e beson Allahun. Ndoshta dikush për shembull në aspektin e dunjos i ka provu këtë kënaqësitë, nuk e ka njoftë Allahun, kur gjon s'ka provu. Cili është shpërblimi më i madh në botën tjetër? Dikush mundet me thonë xheneti, jo. Shpërblimi më i madh në botën tjetër është me pa Allahun. Thot Allahu lilladhina ahsanul husna wa ziyada. Ata që kanë bërë mirë në dunjë kanë me pas shpërblime shumë të mira dhe kanë me pas diçka plus. Thot Allah, kanë me pas diçka plus përveç xhenetit, ku kemi pas krit kënaqësitë që mendja nuk i ka shku njerit. Kënaqësi që njeri s'ka mujt me i fantazu, kemi pas në xhenet. Mirë, po kur ta shohim xhenetlit Allahun, do të thonë kjo ka me qenë kënaqësia më e madhe. Mirë. Ajo është në botën tjetër. Në këtë botë ke rreth kënaqësitë më përjetu. Nuk mund të krahasohen me njohjen e Allahut. Në dunjë kënaqësia më e madhe është njohja e Allahut, në ahiret kënaqësia më e madhe është me shiku Allahun. Me pa Allahun subhanahu wa taala xhel. Por dënimi më i madh në botën tjetër është mos me pa krijuesin. Edhe qafirat kella innahum ar-rabbihim yawma idhil mahjubun. Thot Allah, atë ditë këta që se kanë besuar ahiretin, që se kanë besuar Allahun, kanë me qenë të bllokuar, thot Allah. Nuk kanë mujt me pa, kanë Allah. Kjo është dënimi më i madh për qafirat, se s'kanë mujt me pa Allahun. Ndërsa në jetën e kësaj bote, do të thonë, ikja e kënaqësisë më të madhe është mos me njoftë Allahun.
Pse? Se shpirti është i krijuar i tillë, Allahu qashtu e ka bërë natyrën e shpirtit që quhet fitre, që e kërkon Zotin. Njëri vazhdimisht kërkon diçka. E ki pa, edhe nëse e krahasojmë në kënaqësitë e përditshme, diçka që e kije s'është më interesant. Vazhdimisht shpirti kërkon diçka. Edhe shpirti vazhdimisht e kërkon krijuesin e vet. Nëse nuk e gjen besimin e vet, ai shpirt është i papërmbushur. Është i mangët. Për çat thot Abdullah ibn Mubareku radiallahu rahimahullah, është prej tabinëve dietarëve të mëdhej. Thot gjuna janë disa njerëz që kanë ikur nga kjo botë, kanë vdekur domethënë, dhe nuk e kanë shijuar atë më të mirën e kësaj bote. I kanë thonë mirë, e cila është ajo më e mira e kësaj bote? Thot njohja e Allahut. Njohja e Allahut. E shtash, ne vetëm pse jemi musliman, vetëm pse i kemi emrat e muslimanve, s'do me thonë që e kemi mërin këtë dereqe, të nderuar vëllezër. A njohja Allahut është një prej gjonave esenciale të fesë, me njoft krijuesin. Shpirti e lip që ketë. Shpirti e lip që ketë. Njohja Allahut ta jep një kënaqësi shpirtërore që nuk mund të krahasohet me asnjë kënaqësi tjetër. Nuk mund të krahasot. Dhe njohja Allahut subhanahu wa taala, krijuesit tan. Domethënë prodhon pastaj, domethënë qetësi shpirtërore, prodhon rahati, prodhon lumturi, prodhon shpresë, prodhon dashuri. Edhe kjo njohje e ka një ëmbëlsi. E ka një ëmbëlsi. Se imani i vërtet e ka një kënaqësi që unë e përmenda në hutbën e kaluar, që me ditë njerëzit e fuqishëm, njerëzit e pushtetshëm në botë, qatë kënaqësi, sa ato normal, ato këtë kënaqësit i marrin për vete. Me ditë, ato këshin mundu me shpat, me luft, me tanke, me raketa, me ta marqat, me armë. Qatë kënaqësi. Si cili vrapon pas kënaqësive. Thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, thalathun men kunne fihi, wajada bihinna halawat al-iman. Kush i ka tre gjona, e ka shiju ëmbëlsinë e imanit. Ëmbëlsinë. Imani pra pas ka ëmbëlsi, është shumë i amël. Ndoshta mundesh me qeni privuar, mundesh me qeni privuar nga shumë kënaqësi. Mirë po me pas ti imanin, ti kije gjithçka. Kije diçka që se kanë njerëzit më të pasur në botë, ndoshta nëse nuk janë besimtar. Thotë më tre gjëra kush i ka, e ka shiju ëmbëlsinë e imanit. Se ka të njerë, atë imanin mundesh me pas. Mirë po imani që është në zemrën tënde dhe të ti, është i zbehur, është i dobët, nuk jep efekt. Sikur ta krahasojmë për shembull, një i rritur që i ka 100 kg në dhënë peshon, i merr ato ilaçet me doza të vogla që janë për fëmijët. Për fëmijët. A ndikon? Ja, s'ndikon ilaçi. Duhet me pas edhe imani. Edhe imani duhet me qenë në një dozë pak më të madhe, se imani shtohet edhe paksohet. Imani shtohet edhe paksohet. Është një iman formal, një iman i zbehur, nuk ta jep këtë kënaqësi. Thot për mësam, kush i ka tre gjona, e shjon ëmbëlsinë e imanit. Thot, e yakun Allahu wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma. Me kanë Allahu dhe pejgamberit e tij më i dashur se krejt, do të thonë të tjerët. Numër 1, Allahu dhe pejgamberin i do mas shumti. Atëherë janë nisë shijon iman. E yuhibbel mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Me dash dikan vetëm për Allah. Që kjo të ban mundi, me largu interesi, mi largu intrigat, mi largu lajkat, mi largu, do me thonë, maskat, edhe me dash dikan, sinqerisht, kjo është të bën që ta shijosh besimin. Pse se kjo bëhet për hir të Allahut. Dhe është derivat i imanit. Në thonë, dashuria e dikujt për hir të Allahut është derivat i imanit në Allahun subhanahu wa taala. Dhe thot e treta, wa an yakraha an yu'uda ila al-kufri kama yakrahu an yuqdhafa ila an-nar. Dhe me urrejt thimin në kufër, ashtu siç urren të gjuhet në zjarr. Se dia e keni pa kur dikush udhëzohet. Ka qenë i udhëve të këqija, ose ka qenë jo musliman. Edhe këta janë musliman, kur bëhen besimtar, kur e pranojnë islamin,
A dini sa të përpikt bëhen edhe sa shumë me madhrojnë fenë? Edhe neve dë njëherë na duket ndoshta edhe qesharake, pse shumë fetar bëhen? Pse sahabët kanë qenë shumë të përpikt në fe? Pse kanë çmu qatë shumë fenë? A dini pse? Sa ata e kanë ditë çka do me thonë me jetu në gjahiljet. E kanë jetu, e kanë shiju. Për qatë begatinë e imanit, shpeshherë ne, musliman që kemi lind musliman, që ndoshta nuk jemi lodh shumë për me gjetë këtë begati, që Allahu na ka falë, na i ka dhënë hedije, shpeshherë nuk ja dim vlerën. Ama ata që kanë jetu në punë të këqija, në punë të flishta, në një jetë të zymt, për cilën unë e kam ndërmend me maj do hutbe, se të këqit, thot Allah, masi që thot të mirët janë në një jetë të këndshme, thot të këqit janë në një jetë të vështirë. Edhe për këtë ka me folë. Ata që e kanë jetu këtë jetën e keqe, këtë jetën e fliqur, këtë jetën me gjuna, këtë jetën me tradhia, këtë jetën me punë të këqija, me mos respektim, me punë me droga, me alkohol, me zina, me punë gjia, ata kur udhëzohen, ata e çmojnë çdo gjë prej fesë. Çdo send fesë e çmojnë. E çmojnë lutjen, e çmojnë Kur'anin, e çmojnë namazin, e çmojnë agjerimin, e çmojnë, domethënë këtë veprat e Islamit e çmojnë shumë, pse? Se e din çka do me thonë më jetu jashtë imanit. Pra puna e parë, si manifestohet jeta e këndshme të njerëzit e mirë është me njoft Allahun subhanahu wa taala. Me pas një iman të sakt, të fuqishëm në krijuesin. Jeta pa këtë krijues do me thonë është pa kuptim. A dini sa probleme psiqike shkaktohen të njerëzit, të cilët nuk e din pse kanë ardhur, nga erdhën, pse ekzistojnë dhe ku kanë me përfundu. A këto përgjigje t'i jep besimi në krijuesin tatë. Krijuesin të cilin shpirtat dhe natyra ontologjike, siç e quajnë, domethënë dietarët e sociologjisë ose ajo fitreti në arabisht, domethënë e kërkon Zoti. E kërkon. Për çfarë njerëzit besojnë? Njerëzit besojnë. Pikpyetje mëse na besojnë në krejt në besimin e vërtet, apo besojnë në njerëzit shumica besojnë. Bile dhe këta ateistët besojnë, edhe ata besojnë në materie. Krejt njerëzit besojnë. Po problemi është se jo të gjithë besojnë besimin e vërtet. Kjo është e para. E dita, jeta e këndshme në jetën e kësaj bote manifestohet nëpërmjet një qetësie në zemër. Se jeta, natyra e kësaj bote, domethënë natyra e kësaj bote nuk është një avas, po është gëzim, pikëllim, lumturi, dëshpërim, smuje, shëndet, sprova, të mira, të këqija. Domethënë dunjaja është me batica dhe me zbatica. Po në këtë dunja, në këtë jetë të këtillë, siç e ka kriju Allahu subhanahu wa taala, njeri më stabil, më i qetë, me zemër të qetë është vetëm besimtari. Për çat besimtari është i para përgatitur mi u bë ballë dhe sfidave më të mëdha, po është edhe i para përgatitur, domethënë edhe për mi përjetu kënaqësitë ndryshme të jetës së kësaj bote. Dikush jo. Domethënë derisa është mirë, është i lumtur. Pak mi u prish, domethënë mi u prish shema, ajo stili të jetuarit, me ndonjë sfidë, me ndonjë sprovë, me ndonjë problem, domethënë i kthehet jeta në një minxyr, në një, domethënë zi, e një fatkeqësi, nga e cila nuk mundet dhe vështirë ka me dalë. A besimtari jo. Besimtari, më thonë, jeton me besimin se gjithçka është e caktuar për Allahu. Për çfarë ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, është për të çuditur puna e besimtarit. Çdo gjë në jetën e tij është mirësi. Nëse i ndodh një gëzim, ai e falendron Allahun dhe shpërblehet për këtë. Nëse i ndodh një pikëllim, një fatkeqësi, ai bën sabër dhe për këtë është shpërblet. Dhe kjo nuk vlen për kërkan tjetër përveç për besimtarin. Për Allahu subhanahu wa taala besimtarit ja zgjeron gjoksin. Jep një qetësi të zemrës sepse ajo është i mirë dhe Allahu e do këtë. Prandaj thot Allahu subhanahu wa taala në Kur'an: "Faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil-islam, wa man yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dayyqan harajan ka'annama yas'adu fi as-sama'." Kujt ja do Allahu të mirën, ja zgjeron gjoksin. Me pranu vëlla jetën. Jeta është e këtill, nuk mundet me konë veç mirë. Pra ja zgjeron gjoksin, e ka për qëllim jep një zemër, domethënë që i mirëpret si të mirën si të keqen. Ndërsa kë nuk e do Allahu, ja bën zemrën e tij të shtrënguar, ja bën domethënë se pranon një realitet, një sprovë, një sfidë,
dhe zemra e tij, gjoksi i tij shtrëngohet sikurse me qenë duke u ngritur lart në qiell. Në çkëtë pjesën e fundit të ajetit ka një mrekulli shkencore. Ku e ka ditë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në atë kohë se sikur se thonë këta jo muslimanët, qafirët, se thonë Muhamedi e ka shkruar Kur'anin. Ku e ka ditë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam se nëse ngritesh lart në lartësi të larta, domethënë me kilometra nëse shkon, shtrëngohet gjoksi. A dini pse shtrëngohet gjoksi? Se s'ka oksigjen shumë lart. Prandaj ti nuk mundesh me marr frim, domethënë në një lartësi me kilometra, 5 kilometra, 10 kilometra, 20 kilometra në lartësi në hava, domethënë lirshëm, sikurse merr frim kur je në tokë. Pra thotë Allahu, Allahu ka e dëshiron Allahu me devju, ja shtrëngon gjoksin e tij sikurse me qenë duke u ngritur lart në qiell. Kjo është mrekulli shkencore. Po sidoqoftë, besimtari, njeri i mirë, domethënë e ka një zemër të qetë, për arsye se Allahu subhanahu wa taala e ka udhëzuar drejt saj. Dhe e treta, dhe me këtë e përfundoj, manifestimi i jetës së këndshme të besimtarit është nëpërmjet gjënave të mira të cilat Allahu i ka lejuar. Allahu na i ka lejuar ushqime të mira. Allahu na ka lejuar veshjet. Allahu na ka lejuar martesën. Allahu na ka lejuar pijet. Domethënë të mirat e kësaj bote Allahu i ka bërë halal për besimtarët. Dhe një prej gjunaheve më të mëdha është me bë haram një halal. Ndërsa sa i përket harameve, ato janë pak. Ti shiko pijet. Pijet janë këtë halal. Këtë pemë të dunjas, domethënë mundesh me i hangër, edhe me bën langun, me i bën prej tyre lang dhe me pi. Uji është halal. Vetëm është i ndaluar alkooli. Vetëm alkooli është i ndaluar. Shiko ti veshjet. Shiko ti shtrojet, shiko ti mirësit, gjërat e bukura, të cilët Allahu subhanahu wa taala i ka krijuar në jetën e kësaj bote. Shumica dërmuese janë halal, dhe Allahu subhanahu wa taala këto i ka bërë halal. Muslimani ne nuk thëna që kënaqësia është vetëm ahireti. Po Allahu subhanahu wa taala thot Allahu në Kur'an: "Kul man harrama zinata Allahi allati akhraja li ibadihi wat-tayyibati min ar-rizq." قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. Thuaj, kush po i ndalon stolit e kësaj bote të cilat Allahu i ka kriju për robrit e tij? Kush mundet me ndalu? Thuaj, këto janë për robrit e Allahut në jetën e kësaj bote, ndërsa në jetën e botës tjetër janë të veçanta për besimtar. Se në jetën e botës tjetër kënaqësitë kush kam i përjetu? Edhe jo muslimant, edhe qafirat, jo, vetëm ata të mirët, vetëm besimtarët. Mi po edhe në jetën e kësaj bote, ne lejohet që të vishemi bukur, që të ham ushqime të mira. Normalisht ka rregulla që mos me bë shpërdorime, që mos me bë abuzime, që mos me bë, domethënë, shkelje të etikës. Mi po ne kemi të lejuar të ham ushqime të mira, të veshemi, domethënë, rroba të mira, të kemi, domethënë, automjete të mira, të kemi shtëpie të mira. Kjo është prej halalit. Puna është vetëm se fitoje me djerës dhe mos e keq përdor. Edhe është një formë, edhe besimtari nuk është patjetër me imri krejt kënaqësit, nuk është i unt besimtari. Se dikush, ndoshta e ka standardin e mirë material në jetën e kësaj bote, vetëm pse është shumë i uritur, vetëm pse është shumë lakmitar, domethënë nuk mund të kënaqet me ata që ja ka dhënë Allah. A besimtari e di? Domethënë, nëse ka një pjesë ne këtë nuk mund të jemi krejt të pasur. Allahu na ka sprovu, dikan e ka bot pasur, dikan e ka bot varur. Mirë, po edhe i varfur, edhe i pasuri, kënaqen me halalet, domethënë që Allahu subhanahu wa taala u ka lejuar njerëzve në jetën e kësaj bote. Pra kjo është kuptimi se me të vërtet njerëzit e mirë i kanë një jetë të këndshme. Duke e njohur Allahun, duke e pranuar dhe kuptuar natyrën e kësaj jete dhe duke e përdor halalin ashtu siç e ka lejuar Allahu subhanahu wa taala. Lutim Allahun e madhruar që të na bëjë për njerëzve të mirë dhe të devotshëm, që ta shijojmë imanin dhe të jetojmë sipas fjalës të Allahut dhe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril mu'minina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.